Herë njerëz të bukur, si sot si po kaloni? E diel sot, shpresoj të keni vajtur ndonjë xhiro, nëse keni kohë të mirë. Në Greqi kanë shumë kohë të mirë, edhe prandaj edhe dolën xhiro, po ikën nga Greqia vajtën në manastiri. Do ta shkoni më vonë. Në fillim përgatiti Eva drekën, që ishte supë me pul sot, me këto patate me kungull, edhe pak oriz në fund që të lidhet e gjithë supa siç themi edhe neve, edhe doli yami me sa shikoi, po me sa më tha dhe Eva. Pastaj u përgatit, u bë gati. Vuri të gjitha këto kremrat me radhë, edhe krem dielli, kuptohet. S'ka diell, kremi dielli duhet në fytyrë se të mbron nga rrezet e diellit, sado që nuk duken. Edhe pastaj arimelrat njërën tjetrën të gjitha këto me radhë, edhe pak lipozan që të mos na thahen buzët nga të ftohtit. U veshë, po. Shumë bukur u veshë më motrushe, po, më pëlqen. Si gjithmonë, do me thënë, nuk mund të them jo. Edhe palltua shumë e bukur. Kush ta ka dhënë? Më duket se ta ka dhënë motra tonë e dashur. Po. Edhe pastaj ai ikën xhiro në manastiri. Si shikoni kishte kohë të mirë. Nuk po binte shi, nejse, kjo është kohë e mirë për neve të Anglisë. Edhe vajtën ulën, hengri një pica një herë, edhe pastaj ja mori edhe një çaj me që kafen e bëri në mëngjes në shtëpi. Edhe 2 kafe në ditë të shqetësoj nervat. Nuk kemi pse të shqetësojmë nervat, të rrim të qetë. Kjo ishte. Ciao, të kaloni bukur.